ta thash që se Po mirë, blokoj. Do, e marrësh vëmit një kafe. Po. Katër. Do ikin katër. Po mirë, ti ik tani më merr kafe, mos ikën 4. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Jo për gjë, po kam harruar të flas. Po ja u them që tani në fillim, kështu që mos të kemi keq kuptime më vonë. Kemi këtu e 2 muaj më përpara, kanë kaluar 2 muaj domethënë, që nga momenti i fundit që unë kam hedhur vlogun e fundit, po shikoja pak tek faqja e YouTube-it sepse kisha humbur fare sensin edhe kohën se kur kisha postuar për herë të fundit edhe ishin para 2 muajsh. Kështu që jemi 2 muaj post partum. Do me thënë, unë tani nuk kam më bark, do me thënë kam pak, po jo sa që kisha, sepse kam sjell në jetë një bebe. Po njerëz, kam 2 muaj që kam lindur edhe jemi 2 muaj post partum. Noari është këtu mes nesh, tani jemi 4 dhe jo 3, edhe normalisht që kanë ndryshuar ditët, nuk janë si më përpara, janë bërë më të bukura tani, edhe pse me shumë lodhje, por për këtë do ju flas tani këtu në kanalin tim. Do ju tregoj gjithë çka që kanë ndodhur këto 2 muaj, do ju tregoj për lindje se si shkoi, do ju tregoj për të gjithë ecurin. Dhe tani kam çuar Roanin të më marrë një kafe, është drek, është ora 4, edhe unë jam lyer sepse kam bërë një reels për në Instagram dhe mendova pse jo të mos hap një vlog sepse kam shumë. Noari po çan. Po ça ke? Dhe e kisha fjalën për këtë bebushin e vogël këtu. Mos e vini re rrëmujës time sepse do i sistemojmë së bashku. I kam lënë kastile që t'ja u tregoj juve dhe t'i sistemojmë. Car, më dasuri. Noari është këtu me mua në kuzhinë, e mora nga dhoma edhe e kam lënë tek lëkundësja, është akoma në gjumë në fakt. Por duke qenë se ma ta më bën pak më shumë vap se sa këtu te kuzhina, e mora këtu. Kondicioneri rri gjithë ditën ndezur këtë periudhë, por ne kemi kondicioneri në kuzhinë edhe unë e lë gjithë ditën ndezur. Noari rri edhe ande edhe këte, po kjo është një muhabet tjetër që du ta diskutojmë në një moment tjetër. Tani do t'ju flas pak për eksperiencën time të lindjes para se të arrim te këto gjërat e tjera. Unë kam lindur me operacion, nuk e kisha të planifikuar, e kemi vendosur një ditë para se unë të lindja, kam shkuar, kam folur me doktorin edhe ai më tha nesër në orën 7:30 të mëngjesit dua të jesh tek spitali, edhe unë nuk hezitova dhe nuk e bëra dysh fare, por i thash po, okay, do të jem aty në orën 7:30 dhe kështu bëm. Nuk e dinte asnjë nga familjarët tanë, përveç nesh, domethënë unë, burri dhe Roani. Kisha në plan që Roanin ta lija në shtëpi, të vinte xhaxha i vet që të rrinte me atë, të mos e merrja, por ndryshova mendim në moment të fundit sepse do ndihesha shumë keq nëse do e lija Roanin këtu dhe do ikja të futesha në operacion, kështu që bëra zgjedhjen më të mirë që e mora Roanin me vete. Kam shkuar në spital në orën 7:30 edhe diku nga ora 8:30, jo gënjeva. Kam shkuar në orën 7, kam shkuar në spitalin në orën 7 edhe diku nga ora 8:30 në mos gaboj, kam hyrë në sallë edhe kam dalë në orën 9:10. Domethënë ishte shumë i shpejtë si proces, ndryshe nga lindja natyrale, po si me lindje natyrale
Unë kam shkuar në orën 12 të darkës dhe kam parë Roanin ditën tjetër të nesërme në orën 8 të darkës. Nuk dua të normalizoj lindjen me operacion sepse e di që do gjykohem shumë, por dua të tregoj thjesht eksperiencën time, duke qenë se unë i kam përjetuar të dyja eksperiencat, edhe lindje naturale edhe operacionin. Di të them që me operacion çdo gjë ishte më shpejt se sa me lindje naturale. Normalisht dhe jam shumë e sigurt që operacioni ka shumë pasoja edhe shumë rreziqe, por që nuk i mora fare parasysh asnjërin as tjetrën, thjesht doja me operacion, e kisha fiksuar në mendjen time që do e bëj me operacion, edhe pse asnjë nuk më mbështeti, domethënë mami nuk donte që unë të bëja me operacion. Kjo për faktin sepse unë me Roanin kam vuajtur mirësisht shumë, edhe më ishte fiksuar në mendjen time që nuk do e bëja dot vetë në harin mamush. Çdo gjë shkoi shumë mirë, shkoi shumë më lehtë se sa me lindje naturale, edhe jam shumë e kënaqur që zgjova operacionin, edhe pse nuk është mënyra e duhur. Zemër. Po thoja që operacioni shkoi shumë mirë, unë jam ngritur nga krevati që atë ditë. Normalisht ditën e parë jam ngritur me ndihmë, por në dhomë më ka qëndruar Mia, në qenë se burrin nuk e lini që të qëndronte gjatë natës në dhomë normalisht, plus që duhet të rrinte me Roanin. Hajde po që dhe mami. Kujdes rrugën. Qarë mu kape lule? Kape. Ndërkohë që unë do të sistemoj enët e drekës, do flasim edhe bashk, edhe do ju tregoj se si e kalova unë postpartum. Do me thënë, jemi akoma në postpartum, por ato ditët e para. Normalisht ato janë të vështira. Si fillim duhet të nxjerr enën nga lavastovilja, kur e kam postuar lavastoviljen në fillim fare në Instagram, shumë goca më thanë që kote ke marrë sepse nuk do e përdorësh aq shumë, e bla bla bla, e duan 3 orë aty për të larë, e kështu më radhë, por goca duhet të them që lavastovilja ime ka edhe opsionin e shkurtër, normalisht duhet ta kemi gjitha lavastoviljet, kështu që mos i lani në proces shumë të gjatë që t'ju rrin aty më shumë se 3 orë, por përdorni procesin e shkurtër. Dhe për mua është shpëtim. Ndërkohë në harin e kam lënë tek lëkundësja e vet, edhe nuk e di, kërkon edhe gjumë në fakt për të pirë papir, por le të rri aty që unë të mos e mbaj në krah sepse kam punë të tjera dhe të mos më sehet. Dhe si e kalova unë postpartum. Në fakt doja që në këtë lindjen e dytë të mos e kaloja në të njëjtën mënyrë siç e kalova me Roanin. Kurse mbaj edhe mend shumë nga lindja me Roanin, sepse kam pasur probleme të tjera atëherë dhe nuk është se i kam fiksuar shumë mirë shumë gjëra. Por disa gjëra që doja të ndryshoja i kam ndryshuar. E para punës njerë bëra zgjedhjen e duhur që nuk tregova. Që nuk tregova për lindje, sepse me Roanin nuk e kam dashur atë momentin kur të vinë të gjithë tek dhoma e lindjes, kur ti sapo ke dalë nga salla. Dhe gjëja tjetër që kam bërë është që nuk jam përgjigjur në telefon. Ndoshta mund të dukem egoiste, ndoshta mund të dukem ndihmadhe, nuk e di se si, por kjo ishte zgjedhja që unë bëra dhe mendoj se ka qenë gjëja më e mirë që kam bërë për mua. Edhe po thoja që gjëja tjetër që bëra pas lindjes ishte të mos hapja telefonin. Do me thënë, në të gjithë atë stres, atë situatë që ti kalon, besoj, nuk e di, ndoshta më ndodh vetëm mua, nuk e di, ndoshta, por nuk më duket e drejtë që
të bjerë telefoni nga i gjithë fisi dhe ti të fillosh të japësh shpjegime se si shkoj e gjithë gjëja. Ose më saktë qoftë edhe për urime. Unë mendoj që ka persona të tjerë që duhet të telefonosh në ato momente për t'i uruar dhe kështu që nuk është e nevojshme që ti të marrësh posaçërisht nënën për ta uruar. Dhe kështu bëra, do me thënë. E para e punës nuk tregova, e dyta nuk kam hapur telefonin, nuk jam përgjigjur në telefon dhe kam postuar mbasi kam ardhur në shtëpi. Do me thënë, nëse unë kam postuar në Instagram videon e parë që kam dalë nga spitali, unë kam qenë në shtëpi në ato momente. Nuk doja që të tregoja për faktin që të mos e shikoja ose të mos e përjetoja atë ndjesin që përjetova me Roanin kur të gjithë të vinë tek dhoma dhe më ndodhi déjà vu sepse e pash tek goca që kisha në dhomë këtë fragment, do më thënë unë kam dalë nga salla në orën 9, kurse ajo doli në orën 11 edhe krevati i saj me infermierët ishte para, kurse turma ishte mbrapa. Okej, ndërrova bluzën njerëz, nuk kam për ta e kurosë, është shumë nxehtë. Tani, këtu kam dy produkte që më kanë ardhur nga kjo firma, Bene Under. Është hera e tretë që unë marr gjëra nga kjo, është firmë japoneze, në mos gaboj, edhe më kishin shkuar te mami dhe më nisi mami me një shqiptar që do vinte këtu në Shqipëri dhe doja t'u tregoj edhe juve tani sepse i kam hapur për reelsin në Instagram. Si fillim është kjo maska që vendoset tek syt për të fjetur gjumë. Okej. Dhe mund të përdoret edhe për udhëtime, do me thënë në avion ose në autobus, kur ti do të flesh e qetë dhe të mos të shikojnë njerëzit e tjerë se si fle gjumë. Okej. Dhe produkti i dytë është ky jastëku i qafës, i cili fryhet me anë të kutisë së vet. Dhe janë. Diçka e tillë, besoj se e kuptoni se si funksionon. Unë tani do ta çfryj sërish dhe do ta vendos tek kutia e vet, që është shumë praktike. Unë nuk e kam çfryrë siç duhet, por besoj se e kuptoni, vendoset këtu edhe pastaj mbahet në këtë lloj mënyre. Po nga ky brindi, përveç disa veshjeve që kam marrë, besoj se i kam ndarë. Këtu nuk jam e sigurt, por në Instagram po, janë edhe këto dy syzet që janë shumë të veçanta dhe kështu. Ja u kam treguar. Në Instagram gjithashtu kam ndarë një kod që mund të përmendni emrin tim Odeta dhe të përfitoni 15% ulje. Janë edhe këto. Erdha prap këtu tek dhoma sepse këtu flas me lirshëm dhe është më freskët.
Tani, ju e dini që unë rregulluar shtëpinë edhe që i kam ndryshuar të gjitha gjërat dhe që shumë nga rrobat e mia i kam çuar në fshat tek mami. Nuk e di ajo kam thënë, po ja ku po ja u them. Pra, do më thënë, unë kam hequr në 10% të veshjeve të mia dhe po nuk kam veshje për momentin në dollap, kam vetëm disa xhaketa, xhinse, pantallona serioze dhe kam për ditëshmëri, këto ditë që kam ndenjur në shtëpi, disa bluza për të ndruar. Dhe këto janë rrobat e mia të banjës që i kam patur më përpara dhe në fakt nuk i kam veshur sepse vjet ne kemi ikur në plazh vetëm 3 apo 4 ditët e qershorit dhe pastaj nuk mundëm të iknim më sepse ishim shumë të zënë me punë edhe në shtator kemi ikur në Itali. Kështu që këto i kisha hequr ande mbrapa dhe i kisha lënë për t'i parë në një moment të dytë se çfarë do të mbaj dhe do t'ja u tregoj edhe ju. Nuk e dia do më bëjnë akoma, unë kam hequr goxha kile nga lindja, por më duhet të heq akoma edhe shumë të tjera. Diku te 10 ose 15 mendoj që po. Se kur nuk e di, por duhet i heq. Dhe si fillim është ky fustani që është kështu. Dhe kështu. Nuk e di, mendoj që duhet të kesh një trup të nxirë njerëz. Nuk mendoj që ky lloj fustani me këtë lloj ngjyre mund të duket bukur kur je e bardhë. Pastaj kam këtë fundin që është shumë i bukur, është me këtë yllin këtu, e normalisht ky donte një trup shumë të dobët, shumë elegant, por dhe veshim. Dhe ky është bashkë me këto recipeta kështu. E kam marrë në Temu, e kam marrë për ta veshur verën e kaluar, por nuk e vesha kur, uroj që ta vesh këtë verën. Pastaj është edhe ky fustani tjetër që as këtë nuk mund ta vesh dot. Është shumë i bukur në fakt, më pëlqen shumë ngjyra që ka dhe uroj dhe shpresoj që ta vesh. Pastaj kemi edhe këtë. Këto mund ta vesh. Këtu jemi okay. Meqense se Noari është në gjumë, Rohani ka dalë të luaj, unë do t'i fus një fshes dhe një rec shtëpisë edhe pastaj do bëj darkën. Nuk e di nëse do arrit do ta përfundoj, pasi më duhet edhe të laj Noarin, por le të vazhdojmë pa më bërë kohë, do ju marr me vete nëse do mundem. Doja t'ju tregoja që këtë çarçafin me lule e kam marrë tek Waikiki dhe është shumë i bukur, më super pëlqen. Gjithashtu porosita edhe disa këllë fiesteku, por ato nuk më erdhën sepse sipas emailit që ata më bën nuk ishin gjendje, kështu që më duhet t'i porosis sërish. Kurse këtë mbulesën e kam marrë tek Jusk. Bebushi im do të rri vetëm në krah sot, ndoshta do ketë ndonjë çik dhimbje barku. Dhe ora po shkon 7. Në orën 8 më duhet që të bëj dush Noarit, gjithashtu duhet të bëj edhe darkën. Në shtëpi nuk kam as edhe një lloj ushqimi. Në shtëpi nuk kam asgjë, më duhet të shkoj të bëj pazar në market edhe nuk e di se si do ta bëj. Beer.
fund të këtij vlogu. Do doja ta kisha zgjatur më shumë, por nuk mundem. Duke qenë se në orë sot e ka bërë gjumin jo shumë të rregullt, dhe tani vazhdon të jetë në gjumë, dhe ora është 8, nuk do ta laj, sepse e lava dia, kështu që nuk është problem. Dhe bashkë do shikojmë në vlogun e radhës.